Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në Fokus, mirë se erdhët në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Fushata zgjedhore tashmë është të çelur zyrtarisht ashtu si kundër edhe për kampin opozitar, për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë Madhështore, ku kandidatët kanë nisur punën e tyre në terren për të prezantuar programin, por edhe për të kërkuar votën në 11 maj nga të gjithë qytetarët, grupet e interesit dhe nga biznesi. Por përse duhet votohet Partia Demokratike dhe Koalicioni për Shqipërinë Madhështore? Cili është programi i saj? Cilët janë kandidatët? A janë këta kandidatët më të mirë se kundërshtarët e tyre? Kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio sot në Fokus kandidatin e Partisë Demokratike të Vlorës për deputet, njëkohësisht Aleancës për Shqipërinë Madhështore, zotin Edmond Fetahu. Mirëmbrëma zoti Fetahu, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Në fakt unë doja ta nisja me një falënderim për televizionin tuaj dhe një përgëzim, sepse në këtë fushat elektorale kam vënë re që është një media mjaft e balancuar, mjaft profesionale dhe besoj që është një hap tjetër në historikun e këtij televizioni për pasqyrimin jo vetëm të fushatës elektorale, po përgjithsisht të gjithë jetës në qytetin e Vlorës dhe në qarkun e Vlorës. Përgëzim edhe një herë. Faleminderit për vlerësimin, ndërkohë ky është edhe misioni ynë. Gjithmonë kështu kemi qenë. Po, më duhet ta theksoja sepse kësaj radhe kam ndier dhe personalisht nga afër këtë. Faleminderit. Zoti Fetahu, ju keni qenë edhe herë tjetër në këtë studio, por kemi diskutuar për tema të ndryshme, sikundër ato sociale. Sot vini si kandidati i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, si një kandidat për të hyrë nesër, pra pas 11 majit, në Kuvendin e Shqipërisë, por garoni në listat e hapura. Duke qenë se qytetarët ju njohin për kontributet që ju keni në Partinë Demokratike, qoftë ato politike, por edhe për kontributin tuaj intelektual dhe në arsim. Do donim në nisje të kësaj bisede të na bënit edhe një prezantim tjetër më të zgjeruar, kush është Edmond Fetahu? Po, faleminderit për fjalët e mira, për të prezantuar për qytetarët dhe për votuesit në qarkun e Vlorës. Unë kam lindur në qytetin e Vlorës, nga dy prindër punëtor, qytetar të Vlorës, që kanë ndërtuar jetën e tyre në këtë qytet, ashtu si dhe unë. Vazhdoj të jetoj në të njëjtin vend ku kam lindur 48 vjet përpara. Kam mbaruar shkollën 8 vjeçare në shkollën 1 Maj, në Vlorë, nga e cila ruaj mbresa të pashlyeshme me shokët, me mësuesit, pra ka lënë mbresa në jetën time. Arsimin e mesëm e kam mbaruar në gjimnazin Alidemi, pra jam një lloj Alidemsi, edhe kjo është një krenari tjetër. Ndërkohë që studimet e larta i kam mbaruar në Fakultetin e Shkencave Sociale në degën e filozofi sociologjisë me drejtim sociologji. Ky është arsimi im, sigurisht pas kësaj ka dhe kualifikimet të tjera në fushën profesionale. Nga viti 2000, në shtator të vitit 2000, kam filluar karrierën time profesionale në arsim. Kam punuar fillimisht në shkollën tregtare të Vlorës, në një kolektiv të mrekullueshëm, që gjej rastin ti përshëndes sot dhe ti falenderoj për ndihmën që më kanë dhënë atë kohë. Vazhdojmë dhe sot mbas 25 vjetësh kemi relata shumë të mira. Pastaj kam punuar për një periudhë kohe pra një organizatë ndërkombëtare fshati SOS në Tiranë, me një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe atje. Jam rikthyer përsëri në Vlorë në vitin 2005. Kam vazhduar karrierën në arsim, kam qenë pedagog i jashtëm në Universitetin e Vlorës, në lëndët sociale, po kështu dhe në arsimin e mesëm të qytetit të Vlorës, drejtues në disa shkolla, më vonë në drejtorinë arsimore, ku kam arritur deri në detyrën e përgjegjësit të programim zhvillimit që njihet. Më pas, nga viti 2013, për 12 vjet kam punuar në arsimin e mesëm privat në qytetin e Vlorës, jo publik në qytetin e Vlorës, dhe që rastin t'i falenderoj shkollat ku kam punuar, në nxënësit, prindrit, gjithë kolektivin. Kudo ku kam punuar, besoj që kam lënë përshtypje të mira, kam pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me gjithë kolegët, drejtuesit, me prindrit e nxënësve, me gjithë, gjë që gjithë rastin ta theksoj që po e ndjej në këto ditë fushatës. Domethënë jam i befasuar për mirë nga mikpritja, nga dashamirësia që kanë treguar, gjë që tregon që kontributi im ka qenë një kontribut i cili ka lënë gjumë dhe në qytetarët e Vlorës. Me dhjetra, qindra nxënës, cilët ishtë nxënës që kam takuar në këto ditë, prindër të tyre, më kanë shprehur mbështetje dhe kjo është
një nga kënaqësitë më të mëdha të kësaj fushate. Jam i befasuar, po e them edhe një herë, sepse është vërtet për t'u theksuar. Për sa i përket, unë jam i martuar me Suelën, që është kardiolog në Spitalin e Vlorës, me kontribute prej vitit 2008. Kam 2 fëmijë, 2 vajza, Edisën dhe Sonjën, cilën i dua shumë. Familja është pasuria më e madhe për mua, pasuria më e madhe që kam mbështetjen e tyre. Edhe bashkëshortja ime dhe gjerasin ta falenderoj këtu për mbështetjen që më ka dhënë. Edhe në këtë rast, po gjej që këto ditë të fushatës kam gjetur kudo dashamirësinë e pacientëve që janë mjekuar prej saj, dhe kjo është një kënaqësi e madhe, qoftë për mua si kandidat, si bashkëshort, por edhe për familjen, për respektin që gëzojmë për familjen tonë në qytetin e Vlorës. Për sa i përket kontributit politik, nëse kur e keni nisur rrugtimin në politik dhe pse në Partinë Demokratike? Atëherë, tani do më lejosh të bëj një retrospektiv. Në momentin e ndrimit të sistemeve Ermal, unë isha nxënës në klasën e 8 në shkollën 1 Maj, siç thash. Dhe më kujtohet kam një moment që nuk më shlyhet nga memoria në atë kohë, ka qenë lëvizjet e dhjetorit dhe në shkollën tonë, ashtu siç ndoshta edhe në shkolla të tjera, po nuk e di, është bërë një takim i madh në atë kohë, në atë kohë quheshin anëtarët e organizatës rinis. Dhe duke qenë se ishte shkollë e bashkuar dhe 8 vjeçare dhe e mesme, ishim mbledhur nxënësit e klasës 8 dhe gjimnazistët. Dhe vjen sekretari i parë i kohës për të diskutuar për këto çështjet që kishin ndodhur, lëvizje studentore që akoma nuk ishte formalizuar, në shumicën e rasteve quhej një lëvizje huliganësh që duan të përmbysin sistemin e tjerë e tjerë. Dhe aty më ka ngelur në memorien time për një djali 14 vjeçar në atë kohë, se si një pjesë e mirë e të rinjve, një pjesë e mirë e stafit pedagogjik të asaj kohe, reaguan ndaj sekretarit parë që përfaqësonte sistemin në atë kohë, dhe ajo ka qenë, si thua, motivi parë dhe si thua nxitja e parë. Më vonë pastaj edhe familja ime përgjithsisht ishte prirur drejt zhvillimeve demokratike për shkak të historisë së saj etj që të mos zgjatemi në këtë. Pra dhe në familje, ambienti familjar, diskutimet me xhaxhallarët, dajallarët e mi, diskutimet që beshin familje në atë kohë ishin pro ndryshimit, pro lëvizjes demokratike, pro ndryshimit të sistemit. Dhe si thua në ndërgjegjen time prej adoleshente asaj kohe, kjo gjë mbeti e ngulitur. Pas saj erdhën mitingu i 6 janarit, vitin 91, ka qenë ditë e diel, ka një mbres të pashlyeshme tek unë, ka qenë një miting madhështor kur erdhi doktor Berisha dhe të gjithë nismëtarët e PD-s kohës, që ne shkuam me gjithë familjarët e mi, kemi qenë në shesh, unë kam qenë në shesh në atë ditë janari, dhe kjo la një mbres të pashlyeshme. Më vonë pastaj, në vitin 92, unë jam angazhuar në Forumi Rinor, isha 16 vjeçar, në atë kohë sapo organizoi Forumi Rinor i Partisë Demokratike, dhe unë me iniciativë jam afruar sepse më interesonte kjo gjë, jam angazhuar në Forumin Rinor. Në atë vit u bë dhe zgjedhjet, u formalizua Forumi Rinor i Partisë Demokratike të Vlorës, unë isha antar i kryesisë, më vonë kam marrë detyrën e kryetarit duke mbuluar shkollat e mesme të Forumit Rinor, dhe kështu ka nisur karriera pastaj. Pra, po them që është që në fillimet e lëvizjes. Dhe që keni vijuar më pas me detyra të tjera të rëndësishme në Partinë Demokratike të Vlorës. Unë Ermali i kam ndjekur shkallët e karrierës dhe unë jam partizan i karrierës ndjekur hapasapi. Sepse hapasapi, karriera mund të jetë nga dalë, por për mendimin tim është një karrierë e sigurt. Dhe i kam ndjekur qoftë në parti, qoftë në Forumin Rinor, siç të thash, në detyrat e partisë kanë filluar që nga sekretar seksioni, kryetar seksioni, kryetar grup seksioni, më vonë antari kryesisë për disa vite rresht, dhe deri në detyrën e kryetarit partisë që e kanë mbajtur gati 3 vite në periudhën 2018-2022, 4 vite, 2018-2022. Dhe sot jam aktualisht antari kryesisë Partisë Demokratike. Ndërkohë, ju jeni kandidat tashmë, pra në këto zgjedhje vini si kandidat i listës së hapur të Partisë Demokratike këtu në Vlorë. Ç'do thotë kjo për ju? Shiko, listë e hapur, listë e mbyllur është, për mendimin tim, ishte një lloj truku elektoral i përdorur nga Edi Rama, sepse normalisht po të zgjatemi pak më vonë. Në optikën time, këto janë taktika elektorale ose trugje elektorale që ka përdorur Edi Rama në mënyrë që të mbante pushtetin. Po të zgjatemi pak në kohë, se të shtrihemi në kohë, qoftë në 2017, qoftë në 2021, në 2 raste Partia Demokratike i ka humbur zgjedhjet padrejtisht në optikën time, por kjo është çështje që mund të diskutohet.
kodi elektoral ka qenë disfavorizus për opozitën. Në rastin e parë në 2017, për shkak të djegjes së afateve elektorale, Partia Demokratike nuk u fut dot me koalicione në garën e asaj kohe, gjë që bëri që të humbiste një pjesë të mandateve pa drejtësisht. Në vitin 2021, pavarësisht marrëveshjes që arritën në ambasadën amerikane me përfaqësuesit e të gjithë forcave politike, Rama e shkeli në mënyrë të njëanshme, duke ndryshuar kushtetutën dhe kodin zgjedhor, duke mos lejuar koalicione, duke përdorur këtu ata deputet që sot njihen është emblematike deputetëve dhe kërpëratave, për të ndryshuar kodin elektoral në mënyrë që të favorizonte Partinë Socialiste. Sepse po të marrim rezultatet elektorale të vitit 2021, nëse do të kishim një koalicion, ashtu siç Edi Rama erdhi në pushtet në 2013 në koalicion me Ilir Metën, realiteti elektoral dhe realiteti në parlamentin e dal nga zgjedhjet 2021 nuk do të ishte ai. Pra, realiteti shifrave i votave me realitetin e mandateve në kuvend nuk përputhet. Kjo për shkak të trukut elektoral të zotit Rama në mënyrë të njëanshme. Në zgjedhjet e si vjetme, sigurisht kodi elektoral dhe nuk mund të ndryshojë në mënyrë të njëanshme nga opozita, nuk i kishte votat, dhe përsëri ne kemi këtë ligj elektoral i cili sigurisht mund të jetë më i mirë se viti 2021, por përsëri në mendimin tim nuk ofron paritet midis palëve. Pra nuk ofron një nga kushtet kryesore për zgjedhjet e lira të ndeshme, barazin e palëve përpara votuesve. Dhe vin tani te listat e hapura, për mendimin tim nuk ka rëndësi listat e hapura, listat e mbyllura, ne jemi një ekip elektoral duke filluar nga 4 deputetët që janë në listën e mbyllur dhe 12 deputetët që janë në listën e hapur, sepse në fund të ditës misioni ynë i të gjithëve është fitoria e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Nuk ka rëndësi fati personal i gjithë secilit, megjithatë secili ka ambiciet e tij, por në fund të ditës synimi ynë është fitoria e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Megjithatë ta keni të vështirë në listën e hapur apo jo? Pra e shikoni të vështirë? Gjërat e vështira janë më të shijojmë shumë nga njerëz. Jo nga njerë, po gjithmonë të shijojnë shumë gjërat e vështira. Do të ishte më mirë në listën e mbyllur për kontributin që ju keni në Partinë Demokratike? Është një diskutim i cili unë nuk duhet ta bëj këtu, sepse ajo është tashmë është bërë fakt. Nuk do të ishte më mirë, unë thash, gjërat e vështira mua më shijojnë më shumë për kontributin që unë kam Partinë Demokratike, paktën kaq eksperiencë kam ta kuptoj që fati i të gjithëve, pra fati i së gjithës është shumë më i rëndësishëm se fati i secilit prej nesh. Erdhi natyrshëm kandidimi juaj si deputet apo ishte ndoshta një kërkesë nga antarësia? Tani rrjedhoji logjike gjithë kësaj që ne thamë përpara është që kandidimi erdhi natyrshëm. Sigurisht edhe antarësia ma ka kërkuar që të paktën në atë zonë që unë kam mbuluar tradicionalisht qytetin e Vlorës, ma ka kërkuar këtë, dhe kjo ishte një kërkesë e antarësisë normale e natyrshme në gjykimin tim, dhe sigurisht që ishte dhe vullneti im për ta pranuar këtë kandidim. Pra ishte një gjë natyrshme, sigurisht shkak të kontributit historisë time, është e natyrshme kandidimi. Ju ndërkohë e keni nisur tashmë fushatën, janë ndarë edhe zonat, mbuloni rajonin 4, apo dhe në një rajon tjetër? Po, jo, rajonin 4, atëherë. Unë jam qytetar vlonjat me origjinë çame, dhe sigurisht që në atë ndarjen që ne bëjmë, që është ndarja e zonave për efekt elektoral, unë kam rajonin 4 për shkak të një komuniteti të madh bashkëpatriotëve të mi që ka atje, edhe për shkak të faktit që gjatë gjithë karrierës time politike në Partinë Demokratike të Vlorës, kontributi im kryesor ka qenë pikërisht në këtë rajon, sepse është rajoni ku unë kam lindur, jam rritur, kam nisur kontributet atje, kam qenë drejtues në fakt dikur shpejt në vitet 95-96 bashkë me një mikun tim shumë të mirë, Qeren Brahimi, që gjithë rastin ta falenderoj, të ndodhet në Itali. Kemi qenë një nga seksionet që ka pasur rezultati më të thellë për Partinë Demokratike në zgjedhjet e vitit 92, zgjedhjet lokale të 92-shit, në referendumin e 94-s dhe në zgjedhjet e 96-s, dhe më pastaj ka qenë një nga zonat cilat Partia Demokratike i ka fituar dhe në 97-ën në atë situatë. Në 2001 pra është një zonë e cila unë kam kontribuar atje, është një zonë që ka qenë gjithmonë e afërt me Partinë Demokratike, sigurisht për shkak të zhvillimeve demografike zona sot është zgjeruar shumë, nuk është më ajo e atyre viteve që unë përmenda. Gjithsesi
në këto ditë që unë kam qenë atje, kam qenë një përkraje nga të gjitha komunitetet, jo vetëm të komuniteti ose të bashkëpatriotët e mi, por të gjithë komunitetet që janë atje. Unë edhe një pjesë të karrierës time e kam zhvilluar në shkollën Jani Minga që është në qendër të kësaj zone, kështu që i kam të gjitha, po themi, arsyet për të qenë pikërisht në atë zonë. Përveç kësaj, unë bëj fushat kudo ku ka bashkëpatriotë mi çam në të gjithë qarkun e Vlorës, në Babic, në Bestrov, në komunën e Novoselës, janë disa familje, në Delvin, në Konispol, në Sarand, kudo ku ka prezencë të bashkëpatriotëve të mi, ku ata, edhe në këto vende ku thash, jam befasuar nga mbështetja e tyre, nga përkrahja e tyre, pra është gjithë kjo zonë që unë përmenda dhe gjithë ky realitet social dhe demografik që përmenda. Ju thatë se po ju presin shumë mirë si demokratët, ashtu edhe qytetarët e rajonit 4, por edhe të rajoneve të tjera të qytetit, apo jo dhe njësive administrative, ku ju do të ashtrini fushatën edhe në vijim. Cilat janë disë? Fushata e strukturuar politikisht dhe nga pikpamja organizative është e rajoni 4. Fushata personale, pastaj, është në të gjithë mjediset ku unë gjej, nuk kemi asnjë pengesë në këtë pjesë, sepse synimi ynë është maksimalizimi i votave të Partisë Demokratike. Dhe kjo është e vlefshme për gjithë kolegët e mi që janë në listë, qoftë Partisë Demokratike, qoftë partive aleate. Zëvifetaru, si po ju presin qytetarët dhe demokratët e rajonit 4, ku ju bëni pjesë, por edhe të zonave të tjera të qytetit që keni takuar deri më tani, dhe cilat janë problematikat që ata kanë dhe ndajnë me ju? Po, atëherë. E para, ne bëjmë 2 lloj takimesh. Janë takimet e përnaçme të strukturave tona, ku aty janë sigurisht kontributorë, antarë të Partisë Demokratike, aktivistë tanët, janë dhe takimet që ne bëjmë me qytetarë. Dhe kur bëjmë takime me qytetarë, sigurisht që ti s'ke nga ta dish, se ta nuk e tregojnë tesërën atje që janë demokratë apo janë. Dhe unë po them që për pjesën e qytetarë, sigurisht për strukturat unë i falenderoj, kemi qenë struktura që kemi punuar bashkë për shumë kohë, sidomos këtë 12 vjeçarin e vështirë të opozitës, dhe unë gjej rastin t'i falenderoj për qëndresën e tyre, për kontributin e tyre, janë të jashtëzakonshëm. Dhe jashtëzakonshëm, dhe ju e dini në këtë realitet politikë ne jetojmë me presionet e administratës, me presionet e tatimorëve të gjithë tjerët. Unë gjej rastin që t'i falenderoj për kontributin e tyre, janë vërtet jashtëzakonshëm, është një pasuri e madhe Partisë Demokratike, kontributorët, antarë dhe aktivistët e saj. Por përsa i përket qytetarëve, është një befasim tjetër. Që mirëpritja e tyre ndahet, domethënë, është në 2 aspekte. E para është për personin tim, ata që më njohin, që kanë dëgjuar kontributet e mia të familjes time etj që njihemi në rrethana të tjera. Dhe pjesa tjetër që nuk më njohin, por shikojnë kandidatin e Partisë Demokratike. Në të dyja këto grupe, unë them që janë pritur jashtëzakonisht mirë. Dhe kjo më vjen mirë për anën e parë, për pjesën e parë, për emrin që kam krijuar. Në pjesën tjetër, ndjej që qytetarët duan ndryshimi. Qytetarët duan ndryshimi për shkak të realitetit, problematikat. Fjala e fushatës sime normal do të jetë shpobullimi. Është shpobullimi dhe do të jetë shpobullimi dhe masat që Partia Demokratike, për cilat do flasim pak më vonë, do të marrë pikërisht për të ndalur këtë lloj hemorragjie. Është i frikshëm. Po e hasni dhe po e prekni në teren. Ajo që unë e kam ditur, po e përforcova në këtë fushat është fakti që Vlora nuk është lungomare. Vlora nuk është vetëm lungomarja. Vlora është shumë herë më e madhe se kjo dhe ka probleme shumë herë më të mëdha se ato që mund t'i gjesh në lungomare. Shpeshherë edhe për vlonjat, po sidomos për të huajt qoftë, po themi qytetar nga rrethet tjerë të Shqipërisë, qoftë huajt, Vlora njësohet me lungomaren apo me bulevardin që por për qytetarë vlonjat nuk është kjo. Kudo ku kanë vajtur, jo më larg se para 2 ditësh apo 3 ditësh, unë isha në teren, kam gjetur dyqane bosh. Dyqane bosh nga njerëzit, jo nga produktet. Kam gjetur shtëpi të tëra bosh. Rrugë të lagjeve bosh. Dhe kjo është e frikshme. Shpopullimi, po them, është një nga problemet më të mëdha. Për mua ky nuk është popullim, ky për mua është një genocid shtetëror normal. Ndoshta mund duket termi rënd, por në podium analizës është vërtet një genocid. Pra, të ndjekësh një, po themi, gjenerat të tërë, një numër njerëzish, nga vendi tyre,
është një genocid, nuk ka emër tjetër. Është një genocid shtetëror. Dhe sigurisht një nga prioritetet më të mëdha të Partisë Demokratike do jetë pikërisht ndalja e kësaj hemoragjie dhe rimëkëmbja. Si do ndalet? Do ndalemi pak më pas. Do ndalemi më pas. Po, sepse një realitet tjetër, pavarësisht se në rajonin 4 janë bërë disa investime, ne sot shikojmë rrugë të shkatëruara nga gjitha anët. Gjë që sjell një kosto të madhe për qytetarët, kosto në karburant, kosto në mirëmbajtjen e automjeteve, kosto në trafik, kosto në stresin e tyre, kosto në faktin që nuk i çojnë dot dhe t'i marrin fëmijët nga shkolla apo nga aktivitetet e tjera. Pra është një ngarkesë e jashtëzakonshme për familjarët, për fëmijët e tjerë. Dhe po të llogarisësh kohën, po të llogarisësh argjimin e karburantit, po të llogarisësh ndotjen e mjedisit, kostoja atëherë del disa fish më lart. Dhe kjo gjendet në të gjitha rrugët e qytetit Vlorës, përfshi dhe bulevardin. Vlora mund të jetë e bukur për t'u parë me dron, po Vlora është qytet që duhet jetuar. Vlora për mua është një qytet ku jetohet me vështirësi në aspektin e lehtësisë së jetës së përditshme. Ky mund të jetë një nga arsyet e largimit. Pra problematikat janë të shumta. Të mos flasim pastaj për çmimet katastrofike, sidomos çmimet e shportës. Rajoni i cili unë mbuloj është rajon relativisht i varfër i qytetit Vlorës. Pavarësisht se është me njerëz shumë të ndershëm, me njerëz punëtor, me njerëz të përkushtuar, ju mund të shikoni në faqen time takimet që kam pasur, ka qenë shumë të mira njerëz. Ne kemi pasqyruar, kemi takuar njerëz shumë të thjeshtë, njerëz të thjeshtë, njerëz punëtor. Dhe më kanë mirë pritur dhe jam përlotur gati nga sakrifica e tyre dhe nga ajo që i kthejmë mbrapsht ishte pa mjaftueshme për të jetuar. Pensionistët e zonës janë në gjendje katastrofike, me pensione minimale, me pensione qesharake, nuk përballojnë dot jetesën. Janë, po themi, mbeten në mëshirë të ardhurve nga jashtë, nga fëmijët e tyre, nga të afërmit, por nuk duhet të jetë kështu. Pra është një realitet i cili është vërtet problematik dhe është një vërtet dhe nga ana tjetër qytetarët të cilët shikojnë te kandidatë e opozitës dhe të opozita, apo dhe te programi një lloj shprese për të ardhmen që kjo gjë do ndryshojë. Po, zoti Fetau, ju përmendët pra njësër problematika është që sipas jush po i hasni në këto ditë të para të nisjes fushatës zyrtare dhe po u prezantoni atyre dhe programin e Partisë Demokratike apo edhe programin tuaj personal, pasi edhe si kandidat duhet keni patjetër objektiva tuaj. Nëse na njihni pak tani më gjërësisht, cilat janë disa nga pikat kryesore të programit Partisë Demokratike apo dhe programit tuaj? Po, atëherë, sigurisht tash programi im është një program i cili derivon nga programi i Partisë Demokratike, por i përshtatur për zonën në cilën unë mbuloj. Kalojmë te fillojmë programin e Partisë Demokratike. Nëse ndoqi doktor Berishën në kuvendin e fundit ku miratua programi i Partisë Demokratike, ishte mjaft i qartë dhe ai e filloi me familjen. Familja do jetë qendra e programit të Partisë Demokratike, sepse ne mendojmë që një familje e fortë, një familje e shëndetshme bën një kombë të shëndetshëm, një shtet të shëndetshëm. Po familja shqiptare sot është një familje në krizë, në aspektin ekonomik, në aspektin social, me largimet e tjera. Kështu që fokusi kryesor i programit të Partisë Demokratike do jetë tek familja. Dhe fillon me minimumin jetik. Ndoshta është dëgjuar shpesh këto kohë, ndoshta është thënë shumë shpesh, por në mendimin tim, minimumi jetik, miratimi minimumi jetik, që në ditën e parë të marrjes së qeverisë nga Partia Demokratike, është i fakt domethënë, sepse ne kemi një llogari që është bërë shpesh edhe nga avokati i popullit e tjerë dhe është vendosur edhe nga ekspertë Partisë Demokratike një minimumi jetik që do jetë 200 euro. Pra, në Republikën e Shqipërisë nuk do ketë të ardhur nga çdo lloj po themi të ardhur të ligjshme në minimumin jetik që do jetë 200 euro. Pra që do të thotë, nuk do ketë pension në 200 euro, nuk do ketë pension invaliditeti në 200 euro, nuk do ketë asistencë sociale në 200 euro. E këtu fillon, po themi, rimëkëmbja ekonomike e familjes. Programi tjetër për familjen, pra Shqipëria rritet në popullim dhe ripopullimi i Shqipërisë. Partia Demokratike premton që fëmia i parë do të subvencionohet nga shteti me 60 euro, fëmia i dytë i çiftit me 70 euro, ndërkohë që fëmia i tretë, pra kush merr vendimin
për të bërë fëmijën e tretë, nga lindja deri moshën 23 vjeçare do të financohet nga shteti. Dhe për mendimin tim, ky është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe madhor i Partisë Demokratike për rimëkëmbjen demografike, vitalizimin demografik të Shqipërisë, që ka qenë një nga pasuritë më të mëdha që ne kemi pasur në fillim të vitit 90. Pra duhet ta rifitojmë këtë. Sot në të gjithë botën ju nxisni edhe çiftet për të lindur sa më shumë. Patjetër, është rivitalizimi i kombit shqiptar dhe fillon tek familja. Tjetër, për sa i përket aspektit të ardhurave të familjeve shqiptare, ju e dini që ose keni dëgjuar dhe programin Partisë Demokratike që të ardhurat minimale ose rroga minimale që sot do jetë 500 euro, rroga mesatare do jetë 1200 euro. Dhe më pastaj rritja do jetë graduale. Tu do ketë të diferencuar për mjekët, për mësuesit, për të gjitha ata që japin kontribut në shoqëri. Dhe kjo ka një domethënie shumë të madhe. Partia Demokratike është një parti që mbështet fuqimisht stresën e mesme. Palca kurrizore e një shoqërie është stresa e mesme. Ndërkohë që kjo qeveri tentoi të bënte një goditje dekjepruese për stresën e mesme duke vendosur tatimin mbi të ardhurat në nivelin 23%. Është e papranueshme që një profesionist i cili ka kontribut në shoqërinë shqiptare të tatohet 23%, ndërkohë që taksa e dividendit për oligarkët, për të pasurit të jetë 8%. Nuk ka sens, normal. Kjo është e para, rivitalizimi i stresës mesme. E dyta, nxitja e konsumit. Nxitja e konsumit është jashtëzakonisht e rëndësishme. Motori ekonomik në të gjitha vendet e zhvilluara sot janë dy, konsumi dhe teknologjia. Nxitja e konsumit, e cila bëhet duke bërë një rishpërndarje të ardhurave, pra 500 euro paga minimale, 1200 euro paga mesatare, paga të diferencuara për mësuesit, për mjekët dhe për gjithë profesionistët, do bëjë që të kemi një nxitje të konsumit. Po nxitja e konsumit do të thotë shumë për ekonominë. Sepse një pensionist që i rritet pensioni, atë shtesën e pensionit do ta shpenzoj për të blerë mallra konsumi. Do shkoj te marketi lagjes, do shkoj te shitësi i perimeve, pra do t'i rriti dhe ati të ardhurat. Po kështu, edhe familjet do kenë një të ardhurat të rritura. Do të shpenzojnë më shumë për konsumin e tyre, do të shpenzojnë më shumë për edukimin e fëmijëve, do të shpenzojnë më shumë për mobilimin e shtëpive tyre, pra do të nxisin konsumin. Pra, ky është thelbi i rritjes ekonomike të sotme. Partia Demokratike e ka kapur shumë mirë këtë pjesë dhe nxitonte kjo sepse po themi këmbgul te kjo sepse ka kuptuar që nxitja e konsumit do të bëjë të mundur rigjallërimin e ekonomisë shqiptare. Sot ekonomia shqiptare nga se vuan? Vuan nga mungesa e konkurrencës. Vuan nga përqendrimi të gjithë aktivitetit ekonomik në disa pak biznese që ne rëndohemi quajmë oligark. Dhe kjo dëmton konkurrencën, kjo dëmton iniciativën e personave. Pra dikush që sot... Pra ju do të risillni konkurrencën e barabartë? Patjetër. Për gjithë bizneset dhe trajtimin në mënyrë të diferencuar. Është tëmbra e akilit e programit ekonomik rikthimi i konkurrencës së ndershme, sepse vetëm kjo e nxit biznesin, kjo e nxit inovacionin, kjo e nxit kreativitetin e gjithë sipërmarrësve. Ne kemi sipërmarrës të mrekullueshëm normal. Unë i kam takuar në këto ditë të fushatës, kemi sipërmarrës jashtëzakonisht punëtor, jashtëzakonisht kreativ, por të trysnuar dhe të presionuar nga politika që ndjek kjo qeveri që nxit ose inkurajon më shumë investitorët strategjik, oligarkët që ne i themi rëndom e tjerë e tjerë. Pra kjo është rikthimi i një ekonomie që lëviz, rikthimi i një ekonomie dinamike që në fund të ditës do të bëjë të mundur që dhe ata persona që mund të kishin plan të ikin, të mos ikin nga Shqipëria, por e rikthimin e emigrantëve që kanë ikur për arsye të ndryshme nga Shqipëria. Ju vetë vini nga sektori arsimit, madje kontriboni edhe aktualisht në arsim, zoti Vetau, cilat janë problemet sot të arsimit dhe çfarë do të bëjë Partia Demokratike në programin e saj për ta rimëkëmbur edhe këtë sektor? Po, edhe arsimi, si të gjithë shoqëria shqiptare ka ndjerë, bile arsimi e ndjerë më shumë se të gjithë shpopullimi. Normal, unë duke qenë kontribut për kaq vitesh në arsim më dhëm, sot në rrethin e Vlorës,
përveç qytetit, brenda qytetit, të gjitha shkollat në rrethinat e Vlorës, në komunën Qëndër, në komunën Novosel, në gjithë pjesën tjetër, por edhe në Bashkinë Selenist, sot shkollat janë reduktuar në numër nxënësish, janë mbyllur, shkolla mbi 25 shkolla janë mbyllur në këto dhe fundit, kemi një rënje me gati 40% të numrit të nxënësve. Nga viti 2013 deri sot ne kemi një rënje me 40%. Pra kemi pothuajse gjysmë për gjysmë nxënës. Bësh mësim klasa kolektive, dhe ky është një problem që unë e them gjithmonë sepse më dhëm, është njësoj si kur mos bësh mësim fare. Ato shkolla që kanë klasa kolektive nuk janë shkolla sot, janë kurse kundër analfabetizmit. Pra aty fëmijët mësojnë vetëm të lexojnë dhe të shkruajnë sepse objektivisht nuk mund të bësh mësim me klasa kolektive. Dhe një nga premtimet e para për arsimin, me që jemi këtu, unë po them që nuk do ketë më klasa kolektive. Qeveria e Partisë Demokratike, Ministria e Arsimit do të bëjë që të mos ketë më klasa kolektive. Do të gjende modalitetet, qoftë edhe aty ku janë fëmijët, një fëmijë qoftë do ketë një mësues, sepse edhe ai e meriton, është qytetari i këtij vendi e meriton të edukohet siç duhet. Dhe për faj të tjerëve, për faj të politikave, ai fëmijë që ndodhet në një fshat dhe është i detyruar të bëjë mësim me klasa kolektive nuk duhet të humbas të ardhmen e tij. Është më mirë që shoqëria të paguajë diçka më tepër duke paguar një mësues sesa një fëmijë të humbas të ardhmen e tij. Buxheti për arsimin dhe shkencën sot është në nivelin 0,58% prodhimit të brendshëm bruto. Është një nga shifrat më të ulta në rajon, por edhe atje ku pretendon kryeministri të na çojë me atë pasaportën që e tund nga mëngjesi ndark, është shifra më e ulët. Partia Demokratike premton që financimi për arsimin dhe shkencën do të jetë në masën 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Pra 5% prodhimit të brendshëm bruto do të rritet buxheti për arsimin dhe për shkencën. Mos flas për shkencë pastaj, për kërkimin shkencor që këtu është një katastrofë e vërtetë. Mjafton të shikosh Akademinë e Shkencave dhe është një, nuk e di fjalë ta përshkruaj. Shkencën. Do të keni reformë të thellë apo jo në arsim? Qoftë edhe në Akademinë e Shkencave. Reforma shpeshherë dua të them një gjë. Shpeshherë reforma tingëllon keq në veshët e atyre që dëgjojnë, sepse ne me fjalën reformë ose qytetarë me fjalën reformë gjithmonë janë mësuar të shkurtimen në administratë. Pra, reforma të tërmë në kuptimin që do ketë, jo, nuk do ketë një reformë të tillë. Reforma do jetë reformë e cila do bëjë të mundur që fëmijët shqiptar pas 4 vjetësh, pas 8 vjetësh apo në vazhdim të jenë konkurrent dinjitoz me bashkëmoshatarët e tyre në Evropë, sepse i kanë potencialet. Fëmijët shqiptar, të rinj shqiptar kanë një potencial të jashtëzakonshëm intelektual, kanë një potencial të jashtëzakonshëm shkencor. Dhe është detyra jonë e politikbërësve të këtij vendi që këto potenciale ti kanalizoj në rrugën e dur, ti formalizoj, ti mbështes, ti financoj në mënyrë që ata të jenë produktiv. Kjo është reforma që do bëjmë. Jo reformë hiq njërin dhe vetëm tjetrin, por një reformë e cila do ketë në fokus produktivitetin. Pra, qoftë mësues, edukator, çdo lloj punonjësi i arsimit duhet matet në bazë të produktivitetit të tij, duhet matet në bazë të kontributit të tij dhe financiarisht nuk do i mungojë asgjë. Paga mesatare e mësuesit do jetë 1.300 euro në muaj, e paga minimale pedagogu do jetë 2.000 euro në muaj. Arsim gjithëpërfshirës për zhvillimin e zonave rurale të dizavantazhuara dhe të shpopulluara. Është ajo që thash, nuk do ketë klasa kolektive. Brenda 4 vite do rinovohen kopshtet, shkollat nënvjeçare të mesme në mbar vendin. Ndërtimi infrastrukturës digjitale për mësimdhënie dhe mësimnxënie është jashtëzakonisht e rëndësishme. Në vitet 2009-2010, qeveria e kohës, në atë kohë isha në drejtorinë arsimore, ka bërë digitalizimin duke furnizuar me laborator digital, me internet çdo shkollë të Shqipërisë, çdo cep të Shqipërisë. Që nga jo ditë deri sot ne kemi vetëm furnizime sporadike apo inaugurime për shfaqje elektorale, por nuk kemi më një aksion të tillë. Partia Demokratike premton që digitalizimi i shkollës do bëhet në të gjithë vendin, pavarësisht pozicionit, pavarësisht numrit të nxënësve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një tjetër element shumë i rëndësishëm, ne do fokusohemi tek cilësia, që do të thotë, do kemi një trajtim të diferencuar për nxënësit të cilët kanë prirje. E thash dhe pak më parë dhe po e ritheksoj. Ne kemi një rinit mrekullueshme, unë jam përdit me ta. Kemi një rinit të mrekullueshme dhe të jashtëzakonshme për sa u përket kapacitetit dhe aftësive të tyre. Ne duhet që këtë ta kanalizojmë në rrugën e dur. E dini ju që prindrit shqiptar
vlonjat, sponsorizojnë me parat e tyre fëmijët për të marrë pjesë në olimpiada. Ne kemi fitus olimpiadash ndërkombëtare këtu në Vlorë që nuk i di dhe nuk publikohen. Prindrit e tyre sakrifikojnë duke financuar vetë, duke i çuar vetë në kurse dhe duke i financuar edhe udhëtimet jashtë. Ndërkohë që Kosova, bashkëdhetarët tanë në Kosovë, vëllezërit tanë në Kosovë e financojnë ekipin e tyre në matematikë, paktën që di unë, po dhe në shkencat e tjera. Ne nuk kemi një të tillë. Një, po themi, politike drejtuar drejt shohut, drejt aktiviteteve të cilat mund të kenë formë, po s'kanë përmbajtje, ndërkohë që ajo që është përmbajtja e vërtet, që është shkenca, kërkimi shkencor, nxitja aftësive të rinjve në fushën e shkencës teknologjisë, po dhe si përmarrjes do jetë prioriteti kryesor i Partisë Demokratike. Zyrtar, flasim pak tani për listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Vlorës Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Aty ku bëni pjesë edhe ju. Po. Si është ajo listë? Pra ishte lista që demokratët apo opozitarët prisnin, një listë përfaqësuese? Ermal, unë jam i sigurt që Partia Demokratike në gjithë qarkun e Vlorës ka kapacitete për të bërë paktën 20 lista dhe do jem po aq të mira sa që është kjo. Ashtu siç e shikoj unë, sigurisht këtu nuk nisem nga arsyet personale, është një listë përfaqësuese, është një listë dinjitoze, në të ka njerëz qoftë në listën e mbyllur, qoftë në listën e hapur, ka njerëz profesionistë. E rëndësishme është që një gjë që unë e kam pas merak herët, që në këtë listë ka njerëz të cilët jetojnë në qytetin e Vlorës, janë përdit me hallet e Vlorës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për qytetarët. Janë kontributor në zonat e tyre, janë profesionistë mirë në zanatin e tyre dhe në profesionin e tyre, janë dhe qytetarë të mirë dhe sigurisht dhe demokratë mirë, aktivistë prej vitesh në Partinë Demokratike. Pra është një listë përfaqësuese. Është një listë politike. Për mua lista duhet të jetë një listë politike përfaqësuese, jo listë për show. Listat për show, për efekte mediatike janë një gjë tjetër. Në fakt qytetarët presin njerëz të cilët ata mendojnë që i përfaqësojnë më mirë. Lista e Partisë Socialiste, keni një koment? Shiko. Unë komenti imi vetëm, lista e Partisë Socialiste jo vetëm në qarkun e Vlorës, po edhe në qarqet e tjera, për mua do ta them është ai kompleksi Kaligulës, perandorit famshëm romak i cili për të poshtruar senator vendosi kalin e tij senator. Kaq koment kisha. Koalicioni për Shqipërinë Madhështore, zoti Fetau, vjen në fakt në këto zgjedhje për ta rikthyer opozitën në pushtet pas 12 viteve. Të besoni ju se është pikërisht ky momenti i duhur? Për dy arsye. Arsye parë është që Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore vjen me një program ambicios, i cili është përpunuar nga ekspertët më të mirë vendas dhe ndërkombëtar, dhe është një program ambicios. E para, pra ne jemi vetëm një parti që kemi program në optikën time dhe këtë e them pa ndroje dhe pas një kompleks. E para. E dyta, Partia Demokratike me të mira me të këqija e saj është një forcë e cila ka qeverisur Shqipërinë për 2 mandat, gati gjysmën, po themi, e tranzicionit ose pak më pak se gjysmë. Pra është një parti që ka qeverisur vendin i ka dhënë provat. E treta, është një parti e cila ka bërë lëvizje të mëdha dhe ka bërë ndryshime të mëdha. Vitet 92-96 ishte Partia Demokratike dhe qeveria e saj, e cila në kushtet, po themi, ekstreme ekonomike, po dhe të tjerat, bëri ndryshimin rrënjësor të kalimit nga një ekonomi e centralizuar, nga një shoqëri e mbyllur, nga një shoqëri e demoralizuar, në një shoqëri, në një ekonomi tregu, në një ekonomi të lirë, liberalizimi të çmimeve, liberalizimi i ekonomisë, hapjen e Shqipërisë, bëri hapa të mëdha përpara, ishte partia e cili antarësoi Shqipërinë në vitin 95 në Këshillin e Evropës. Sigurisht pati gabimet e saj dhe normalisht mbajti kosto për gabimet e saj. Me rikthimin në pushtet në vitin 2005 dhe të gjithë ekspertë, në optikën time po nuk diskutohet, po dhe të gjithë ekspertët që unë kam dëgjuar, thonë minimalisht që qeverisja më e mirë e Shqipërisë në këto 34 vite ka qenë qeverisja e vitit 2005-2009. Ndërmorën reforma të thella, taksa e sheshtë, rivitalizimi i ekonomisë, ndërtimi i infrastrukturës,
Ju e mbani mend në 2005 normal. Kur erdhi Partia Demokratike në pushtet, Vlora gjemonte nga gjeneratorët. Imagjino çfarë ekonomie mund të zhvillosh, çfarë ekonomie ku njerëzit presin nga gjeneratorët, pra s'kishte energji elektrike. Mbani më atë ndër nga ora 8 deri në 4 mbasdite. Ndërkohë që me ardhin pushtet Partisë Demokratike, gjeneratorët nuk di ku janë më sot, janë kthyer në relike apo janë shitur për skrap. Tjetër, antarësimi i Shqipërisë në NATO. Organizata më e madhe, ndërkombëtare, më e fuqishme, aleanca politike ushtarake që ka globi, është merit e Partisë Demokratike. Tjetër, liberalizimi i vizave. Ju e dini, i keni dëgjuar, qytetarët që na ndjekin e kanë se çfarë hiqnin shqiptarët për të marrë një vizë. I kjetë me gomone, i kjetë me skafe, radhët në dyert e konsulatave të ambasadave, poshtërimi që punojnë së papërgjeshëm të i bënin shqiptarëve. I kjetë nga kufiri në Greqi nga Mali, mira njerëz ose kanë humbur jetën në këto rrethana. Dhe ishte pikërisht qeveria e Partisë Demokratike në 15 dhjetor të vitit 2010 që hoqi vizat. Pra ku përton 12 vite? Pra këto kanë ndodhur përpara 12 vitesh. Po patjetër. Çfarë do të sillni ju tani? Jo. Dhe pse mendoni se do të fitoni? Pra pse mendoni se Aleanca për shembull ashtu do të fitojë? Ka ndodhur përpara. Se këto ndodhen dhe normali keni sukseset tuaj. Patjetër. Po pikërisht dhe që po i përmendni sepse duhet i përmendni. Po, pikërisht është qeverisja e Partisë Demokratike, që do të thotë, kjo është një parti e cila është provuar në pushtet, ka pasur sukseset e saj në pushtet të pamoshme dhe sukseset cilat qeverit e tjera dhe kjo qeveri që sot nuk i ka arritur dot në 12 vjet. Më thoni një sukses që mund të krahasohet me liberalizimin e vizave, me antarësimin në NATO, me rrugën e kombit. Një sukses të vetëm të kësaj qeverie që mund ta krahasosh me këto tre suksese e Partisë Demokratike. Pra këto janë tregues që Partia Demokratike është një forcë e cila është provuar dhe ka të gjithë potencialin e nevojshëm për ta ndryshuar Shqipërinë. Po, por Partia Demokratike vjen me zotin Sali Berisha, sërish në këto zgjedhje. Pse besoni ju te zoti Berisha, i cili ka qenë ai patjetër që i ka realizuar këto që ju thatë, ka qenë presidenti i Republikës, ka qenë kryeministër dhe tashmë vjen ndoshta në një moshë më të thyer për të marrë një tjetër mandat si kryeministër i vendit nëse do të besohet nga qytetarët në 11 maj. Se besoni ju te figura e Sali Berishës? Pse? Do më lejo Shermal që të zgjatem pak në këtë pjesë ose të bëj një parantezë. Në vitin 2021, në maj të vitit 2021, Sali Berisha në një proces që sot gjithë shqiptarët dhe gjithë bota e di që ka qenë një proces i montuar, afera me Gonigal u shpall non grata nga Departamenti i Shtetit. Dhe sigurisht që ishte një goditje e rëndë për Partinë Demokratike. Dhe Partinë Demokratike, po themi dhe antarët e saj simpatizantët, pas goditjes që kishin marrë 25 prill i tronditi. Megjithatë në shtator të vitit 2001, me aktin e pabesë që bëri Lul Basha, që është një çështje që dua ta përmend edhe nuk dua që të hyj atje, Sali Berisha ndërmori një iniciativë. Dhe pse e bëra këtë parantezë? Për të thënë sepse fjala e parë që ka thënë Berisha ishte pikërisht dinjiteti. Në nenin një të kartës universale, deklaratës universale të drejtave të njeriut, miratuar në vitin 1949 nga OKB-ja, jeta e njeriut dhe dinjiteti i saj barazohen. Pra, u ngrit për dinjitetin e njeriut, lufta për dinjitetin e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një njeri që ngrihet për dinjitetin e tij, një njeri që lufton për dinjitetin e tij, lufton edhe për dinjitetin e tjerë dhe për dinjitetin e gjithë shqiptarëve. Kjo është arsyeja pse unë mbështes doktor Berishën. Lufta për dinjitet e tejkalon çdo lloj lufte tjetër, politike apo çdo lloj lufte tjetër. E para kjo. Pra është një betejë morale, të cilën ne mbështesim sepse doktor Berisha është në drejtën e tij për mbrojtjen e dinjitetit. E dyta, faktet janë kokëforta. Berisha nga shtatori i vitit 2021 arriti që të bënte një kuvend model në 11 dhjetor të vitit 2021, ka qenë nga kuvendet një nga ngjarjet më fantastike në jetën e Partisë Demokratike. Unë kam qenë në stadium atje si delegate dhe si drejtues i Degës Vlorës dhe ishte një gjë fantastike. Pra tregoj që ky njeri jo vetëm që luftoi për dinjitetin, po kishte dhe energjinë e nevojshme për të rivitalizuar strukturat tona. Partia Demokratike në këto vite me gjithë luftën që u bë, me gjithë përpjekjet, me gjithë stërkëmshat, me gjithë burgosjen e padrejtë politike të zotit Berisha, arriti të vinë në këtë ditë sot,
ku është një konkurrent e dinjitoz dhe unë besoj që do jetë fituese e zgjedhja të 11 majit. Pra, doktor Berisha, me gjithë të mirat, me gjithë gabimet që ka bërë në karrierën e tij nuk diskutohet, por të mirat dhe shërbimet që ka bërë vendit janë të pakrahasueshme me defektet që ka dhe sigurisht që nuk është rasti i parë, nuk është një gjë e panjohur në politik kur ka rikthime të tilla. Unë më mjaftohet t'ju kujtoj kryeministrin e Singaporit që u kthye në moshën 91 vjeçare, krijoi një parti të re, sepse pasardhësi që kishte lënë u korruptua dhe mbajti partinë e tij dhe arriti të korte fitore të jashtëzakonshme. Po, do të vetëm kryeministrin e Malajzisë, më falni, do të vetëm Singaporit. Kështu që rastet janë të shumta dhe po. Dhe për ta përmbyllur me sukses 11 majin, ju keni marrë Kris Lasivita, i cili do të jetë drejtuesi i fushatës dhe është në fakt tashmë drejtuesi i fushatës demokratëve. Ai ka përthyrë qytetarëve të votojnë të Berishën në 11 maj në mitingun hapës të fushatës që ju e mbajtët, ku theksojnë ndër të tjera se kjo qeveri ka një bilans negativ. Sa besoni ju se me mbështetjen e Kris Lasivita do të vini në pushtet? Shiko, nuk është çështja sepse kjo është një konceptim i thjeshtëzuar, po të thuash mendimin e Kris Lasivita. Zoti Lasivita nuk është sekret tani, pra e din gjithë qytetarët, është një nga strategët, një nga dy strategët, bashkë me zonjën Wiles, që sot është shefe e stafit të Shtëpisë Bardh, një nga pozicionet më kyçe në administratën e Shtëpisë Bardh. Ishin dy strategët e rikthimit më të fuqishëm ndonjëherë dhe më mbreslënës që ka njohur historia politike e kohëve moderne, dhe zoti Trump në nëntor të vitit të kaluar. Pra, ka një eksperiencë të gjatë dhe ka një eksperiencë pikërisht në këtë lloj, po themi, në këtë lloj situate politike. Dhe eksperienca e tij në fushata të tilla me të njëjtin lloj problematike është e pazvendësueshme. Por ai është një strateg, sigurisht ai nuk është thjesht menaxher i fushatës, ju e dini që ai është kryetari i komitetit kombëtar republikan, që është një pozitë shumë e rëndësishme në Partinë Republikane të Trumpit, pra që sot është në pushtet në Amerikë dhe Partia Republikane. Ju po thoni se ai është i deleguar i Trumpit në Shqipëri? Jo, nuk po them atë, po them që është një autoritet politik i cili kur merr vendime për të mbështetur apo për të fushuar, i merr vendime të peshuara që kanë një domethënie politike. Kaq, sepse sigurisht nuk mund mendosh një personalitet i tillë të vënë në diskutim apo në dyshim apo të hedhë hije mbi karrierën e tij, pra të vërë një bazë të tillë. Kjo është ajo që po them. Pra, vendimi i tij për të ardhur në krye të fushatës Partisë Demokratike është një vendim politik dhe është një vendim i peshuar. Kjo është ajo që unë po them. Zoti Fetau, flasim pak për votën e emigrantëve apo të diasporës. Si e vlerësoni ju këtë arritje që për herë të parë bëhet e tillë, domethënë në Shqipëri dhe do të sa pesh do të ketë kjo votë? Tek ju, te opozita për të ardhur në pushtet. Atëherë, vota e emigrantëve për mua është e vonuar. Pra më fali, votimi emigrantëve është e vonuar. Emigrantët janë një nga setet më të mëdha që ka kombi shqiptar. Pra, diaspora shqiptare është një nga pasuritë më të mëdha që ne kemi. Është një diasporë e cila ka ikur, po themi, paktën kjo e reja nga viti 90 e këtej, në kushte jashtëzakonisht të vështira. Është larguar nga Shqipëria me të gjitha mjetet e mundshme etj dhe ka arritur që të ndërtoj jetën atje një jetë dinjitoze, të jetë profesionistë të zotët, të ketë biznese të suksesshme, ketë arritje, do të thënë, imagjinoni tani që një emigrante shqiptare me origjinë nga Vlora, pjesë e diasporës, Mira Murati, sot është në krye të një nga kompanive më trendi, po themi, të teknologjisë. Dhe kjo është tregus shumë i madh. Pra, diaspora shqiptare është një aset i jashtëzakonshëm i kombit shqiptar. Dhe sigurisht në këtë kontekst, vota e saj, pra shpreha e vullnetit politik të saj nëpërmjet votës është e vonuar. Dhe për këtë unë e përshëndes dhe duhet ta dini që ka qenë një këmbgulje e Partisë Demokratike për të realizuar votën e emigrantëve. Kjo është aspekti i parë. E dyta, unë mendoj që
Gjërat nga larg, nga njerë shihen me një sy më objektiv. Pra, dikush i shes gjërat nga larg, nga një distancë, i shes më objektiv se sa ata që jetojnë këtu. E treta, ata janë të çliruar nga kompleksiteti politik i realitetit shqiptar. Çfarë duhet të them me këtë? Kompleksiteti politik i realitetit shqiptar, ne e dim, presioni i administratës, interesi për një vend pune, shitblerja e votës, e tjerë. Ky lloj kompleksiteti elektoral që është në Shqipëri, për shkak të rrethanave politike që ka Shqipëria, nuk është në diasporë. Megjithatë, gjatë procesit të regjistrimit, ne të gjithë e dim, ne nuk kemi pse fshihemi pas gishtit, që pati përpjekje nga partia që është në pushtet, pra nga Rilindja, për të intimiduar, për të detyruar punonjësin e administratës me lista, me kuota 30 emigrant për çdo punonjës e tjerë, për të regjistruar. Pra është ushtruar një lloj trysnie. Kanë arritur deri atje se kanë hapur zyrat Partisë Socialiste apo ku diqë unë të institucione të tjera për të bërë regjistrimin apo për të intimiduar emigrantët. Dhe sigurisht, më po them që kjo do të jetë një goditje e madhe për Rilindjen. Nuk mund të intimidosh. Përpjekja e tyre do dështoj. Unë besoj që vota e emigrantëve si një votë objektive e parë të gjys nga larg do të jetë vendimtare për fitoren e opozitës. Po. Do të pyesja pak tani se të gjithë ju thoni se Aleanca për Shqipërinë Madhështore do të marrë 6 mandate në qarkun e Vlorës. Ku e bazoni këtë gjë dhe sa mendoni ju se është e fortë sot Partia Demokratike dhe opozita në Vlorë edhe pas atyre problematikave që në fakt tashmë i kalon pas krave? Po, ta nis nga e fundi, sa e fortë është? Forca matet në dy mënyra. Që është forca e numrave, të cilën ne do ta shikojmë në 11 maj, por është dhe forca morale. Nga pikpamja morale, opozita shqiptare sot është më e fortë se kur. Ka fituar disa kauza morale, është përballë një qeverie më të korruptuar që ka njohur Shqipëria në 35 vjet, ndërkohë është përballë një kryeministri i cili bën ato eksperimentet e tij të bajatshme me lista siç folëm pak më parë. Pra, nga pikpamja morale është e fortë. Nga pikpamja e numrave, unë po e ndjej për ditë që opozita është e fortë në terren. Të mblidhesh me administratën, me punonjës të administratës, me mësues, me edukator kopshti, me punonjës të bashkisë, në ato shtabet e tyre elektorale, dhe të fillosh të inkurajosh njëri tjetrin, nuk është fushat e normal. Po të shikoni daljet në publik, kandidatëve të opozitës dhe të kandidatëve të majorancës, do e ndihesh. Shihni fotot, sa foto hedhin kandidatë e opozitës në takime në rrugë dhe sa foto hedhin kandidatë e majorancës. Çfarë tregon kjo? Që mezi sa jojnë do të 9 apo 10 foto kur japin dorën njerëzve. Pse? Po pikërisht sepse s'kan çfarë të thonë. Nuk kanë çfarë të thonë. Çfarë do të thonë? Çfarë do të thonë banorëve të lagjës 24 maj dhe të lagjës 1 maj për rrugët e shqyera? Ka mundësi të më thuash çfarë do t'i thonë? Çfarë do të thonë? I ka hapur Sali Berisha dhe Partia Demokratike dhe do i mbyllim ne. Çfarë do të thonë banorët e Vlorës që kanë 35 vjet që nuk kanë ujë në shtëpitë e tyre? Çfarë do të thonë banorëve të Vlorës që për të marrë djalin apo fëmijën në shkollë duhet të shkosh 1 orë dhe të vish 1 orë në trafik? Çfarë do të thonë banorëve të Vlorës për dyqanet që janë me listat me qindra mijëra lek në çdo dyqan? Çfarë do të thonë banorëve të Vlorës për mishin me salmonel që u çojnë në supermarketet e tyre? Çfarë do të thonë banorëve të Vlorës që dhe uji te tuneli që ka qenë ujë i pastër sot është i ndotur dhe nuk pihet? Çfarë do të thonë banorëve të Vlorës apo fermerëve të Vlorës që nuk kanë në xhepat e tyre financimin që meritojnë, subvencionimin? Dhe me që jemi në këtë rast, po ju them që nga 35 milion që është sot euro financimi për bujqësinë, Partia Demokratike do të çojë 200 milion euro që në mandatin e saj të parë. Sepse prodhimi vendas Made in Albania është moto e programit të qeverisë të Partisë Demokratike dhe fillon nga prodhimi. Një vend i njohur Ermal, që në kohën vitet 30 kishte më shumë bagti se sa njerëz, sot importoj mish është e papranueshme, pa lejueshme. Është një vend sidomos zona jonë, zona e Labërisë dhe Mëngjer, është një vend që është e njohur në gjithë historinë e saj për mishin e pjegut dhe për mishin e qingjit. Sot në marrim edhe numri popullatës është kurrur, pra po imagjinoni se si do t'i ktheni ju emigrantët. Po shikoni në lumin e Vlorës, në rrugën që është bërë.
ikni bëni një vizitë. Në qoftë se në dy krahët e saj shikoni tufa bakti që duhet ishte plot, atëherë ju keni të drejtë. Nuk ka, se nuk ka financim. Kjo lidhet dhe me atë, dhe me mungesë të financimeve, po dhe me largimin e të rinjve apo jo? Po dhe me largimin e të rinjve, po në qoftë se ti i financon, e ndihmon atë banorin e zonës aty, që ai të shtoj baktin e tij nëpërmjet subvencionimit, apo e ndihmon me lehtësimin e taksave, apo qoftë edhe me subvencionim që ai të bëjë një agroturizëm, e ka shumë kollaj për të kthyer se sa të punoj rrogtar atje. Po në këto kushte sigurisht që ai nuk do kthehet. Pra, këto janë ato gjëra që ata nuk ja u thon dot. Si do t'i thon fermerit? Si do t'i thon miku tim, po përmend me emër dhe po e përshëndes Alben Abazaj. Si do t'i thon që ka ngritur me thonjtë e tij një ferm nga zero? Si do t'i thon nesër t'ja marrin votën? Si do t'i thon që nuk i kanë dhënë as gjysmë leku subvencionim me gjithë atë mrekulli që ai ka bërë atje dhe shumë e shumë të tjerë? Nuk ka çfarë t'u thon. Çfarë do t'u thon pensionistëve? Çfarë do t'u thon të smurve pak pensionistëve për banat e hequr nga lista e rimbursimeve? Ato bana që të bëjnë efekt janë hequr nga lista e rimbursimeve dhe janë futur bana të cilat janë më të lira. Një nga krimet më të mëdha që ka bërë qeveria e Partisë Socialiste, posaçërisë ministri Beqja, ishte fakti që ai e trumbetoi me të madhe si liberalizimi i çmimeve të banave, duke hequr të gjithë kompanitë prestigjioze. Dini ju që sot në Shqipëri nuk ka asnjë kompani prestigjioze të banave, po futen bana nga çfarë do lloj kompanie që nuk bëjnë efekt. Një nga ligji i parë që bëri ish ministri Cikuli ndjes pas ishte fakti që në Republikën e Shqipërisë, pra ligji që citonte që në Republikën e Shqipërisë duhet të ketë bana të certifikuara nga Bashkimi Evropian. Gjë e parë që bëri Ilir Beqja e hoqi ligj duke favorizuar klientët e tij. Dhe shumë të tjera që mund të rinë pa fund për t'i përmendur. Nëse ju do të zgjidheni deputet, do të vjoni të qëndroni në Vlorë? Shiko, absolutisht unë e kam vendosur të qëndroj në Vlorë bashkë me familjen time. Vlora është qytet i mrekullueshëm për të jetuar, me njerëz të mrekullueshëm. Unë ju thash pak më parë që unë vazhdoj të jetoj në të njëjtin vend ku kam lindur, pra jo vetëm që nuk e ndroj qytetin, por nuk do ndroj as lagje. Kështu që do kem po ata adresë, po ata numër telefoni, do ta blej bukën po prapë te Genua dhe do t'i çoj fëmijët përsëri në ato shkollë ku i kam çuar. Kjo është absolute dhe kjo është pak por e vërtet. Ju mbështet komunitetit Çam i zonës tuaj? Padyshim kjo është një nga krenaritë. Kjo është një nga krenaritë e mia më të mëdha. Për çështjen. Po. Atëherë, kjo është një nga krenaritë e mia më të mëdha. Fakti që jam i pritur komunitetin Çam i atribuohet më së pari prindërve të mi, cilët janë të dy Çam, dhe emri që ata kanë, kontributit tyre, miqësitë, shoqëritë dhe fakti që gëzoj një respekt në komunitet ma ka lehtësuar shumë punën. Kështu që unë jam i pritur në komunitet, qoftë për faktin që unë jetoj me ta, jetoj midis tyre, shumicën e tyre i njoh, njihemi se normalisht me lidhje familjare edhe shoqërore. Shiko, për sa i përket asaj çështjes Çamen. E para një që ne duhet të definojmë çfarë do të thotë çështja Çame, sepse është për mua, po i rikthehem përsëri, është çështje dinjiteti. Çështja Çame së pari, që e parë fare është rikthimi i dinjitetit të nëpërkëmbur të shqiptarit të Çamerisë. Do keni ju forcën për ta ngritur në parlament këtë çështje? Absolutisht, dhe unë po ju premtoj këtu, e kam premtuar edhe në televizion tjetër, fjala ime e parë, shumë e kuruar dhe me shumë përgjegjësi do të jetë pikërisht për këtë çështje. Lufta për dinjitet është lufta për jetën e njeriut, dhe kjo është çështja e parë. E dyta, është që unë të bëj sa të mundem për bashkëpatriotët e mi, të cilët sot jetojnë në qytetin e Vlorës dhe kanë problematika si çdo qytetar i Vlorës. Normalisht ti e di që Çamët janë njerëz punëtor, janë njerëz me iniciativë, janë njerëz që kanë bizneset e tyre, kanë punët e tyre dhe nuk është se kërkojnë as privilegje, nuk është se kërkojnë as ndonjë gjë që sot as punë administrat, të paktën Çamët. Po është çështja që ata kërkojnë që zëri tyre si qytetar vlonjat të dëgjohet nëpërmjet një përfaqësuesi që ata e konsiderojnë si birin e tyre. Kjo është sfida ime dhe unë këtë u premtoj. Dhe çfarë u premton dhe qytetarëve të tjerë, pra cilë do të jetë mesazhi juaj në fund të këtij emisioni për qytetarët, pse duhet votojnë Partinë Demokratike, Aleancën për Shqipërinë Europiane dhe pse duhet votojnë Edmond Fetaun? Atëherë, Ermal, e para një që unë politikën e kam pasion. Në kuptimin siç ju thash në fillim fare që e kam pasion dhe premtoj një gjë që do ta bëj këtë detyrë
me të njëjtin pasion, me të njëjtin përkushtim që kam bërë të gjitha detyrat e tjera, nuk e shikoj si privilegje, shikoj si përgjegjësi. Nuk jam njëri as si, po themi, i lukseve apo as si shfaqjeve ekstravagante që mund ndeshin tek ndonjë deputet, nuk jam i tillë. Do punoj me të njëjtin përkushtim që kam punuar, me të njëjtin devotshmëri, me të njëjtin pasion, me të njëjtin kënaqësi që kam punuar si mësues, si kam mësuar fëmijët e tyre apo dhe nxënësit e mi sot, të rinj apo dhe studentët dikur, me të njëjtin pasion që kam punuar edhe si kontributor i Partisë Demokratike, kam bërë këtë gjë me qef, me pasion, dhe sigurisht që po më shpërblet, dhe kjo është ajo që unë ju garantoj. Kapacitetet e mia do t'i vë në shërbim të kësaj pune. E para e punës do jem një person i cili do të flasë në parlament, absolutisht, kur të kem për të folur do flasë, bile dhe do t'i bezdis drejtuesit, qoftë qeveris, qoftë parlamentit, për në kuptimin e mirë të fjalës, për të çuar ato problematika dhe për të plotësuar ato kërkesa që vijnë nga elektorati, pra nuk do jem një njeri që vetëm ngre kartonin edhe fut kartën e bankës në bankomat për të marrë rrogën, siç rëndom ka ndodhur me përfaqësuesit e tjerë. Falenderoj që ishte me mua sot në Fokus. Faleminderit. Suksesa. Faleminderit të gjithë. Ishim me kandidatin e Partisë Demokratike dhe Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore për deputet në qarkun e Vlorës, zotin Edmond Fetau. Të nderuar shikues, pas një hapësire të shkurtër publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Fokus.